Horoskopi për ditën e premte 21 gusht 2026. Dielli ndodhet në shenjën e Luanit dhe Hëna në shenjën e Akrepit. Çfarë parashikojnë yjet për këtë ditë? Le të fillojmë me dashin pa humbur kohë. Në këtë ditë, ndihesh sikur kërkon të jetosh jetën me çdo kusht. Dëshiron të dalësh, të lëvizësh, të ndjesh diçka të re. Mendja jote është shumë aktive dhe punon shumë për gjërat praktike, sidomos nëse ke për të zgjidhur ndonjë problem mjekësor apo ndoshta një çështje ligjore. Ti e ndjen se ke kapacitet për t'i vendosur të gjitha gjërat në vijë. Edhe pse në planin personal mund të ketë pak tension apo ftohtësi me një person të afërt, të familjes apo partneri, mos e lër këtë problem që të prishë gjendjen tënde të ditës. Ti je në një moment ku argëtohesh dhe e shijon jetën. Dashuria kërkon pak më shumë mirëkuptim sot. Në punë dhe në financa je fokusuar dhe e di mirë se ku do të arrish. Shëndeti përgjithsisht i mirë, thjesht ki kujdes me mbi ngarkesën nga dëshira për të bërë shumë gjëra një herësh. Dita për ty paraqitet shumë pozitive dhe ka të rye të plota. Ngjyra me fat për ty është ngjyra e bardhë dhe lila e errët. Koha me fat për ty është në mesditë. Këshilla e ditës: mos lejo që ndonjë keqkuptim me dikë të dashur të prish energjinë e bukur të kësaj dite. Demi, për ty Dem, dita sot është normale, me 3 yje mund të themi. Çfarë parashikohet për ty në ambientin e punës apo me ndonjë koleg? Ndoshta do të kesh një lloj ftohtësie ose distancim, por kjo nuk do të pengojë të rregullosh çështjet e tua financiare. Disa biseda për para, për borxhe dhe mënyrën se si ti do të mbulosh shpenzimet e shtëpisë do të shkojnë më mirë nga sa e mendoje. Në fakt, brenda vetes ke një lloj sigurie dhe kjo të jep një paqe në shpirt. Është vërtet që jo çdo gjë rreth teje mund të jetë në mënyrën më të mirë të mundshme, por në fund të fundit kur ka qenë ndonjëherë? Është vërtet që në dashuri gjërat që janë pak të heshtura kërkojnë një përqendrim më të madh. Megjithatë, ti e kompenson me anën financiare që të jep qetësinë që të duhet. Për sa i përket shëndetit, trupi yt ka nevojë për pushim, ushqim të mirë dhe të ruaj ekuilibrin. Ngjyrat me fat janë ngjyrat e tokës: kafe, gri, jeshile. Koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës: fokusohu tek ajo që me të vërtetë ka rëndësi për ty dhe mos i vë shumë rëndësi qëndrimit të ftohtë të tjerëve. Binjakët. Për ju binjak, dita në përgjithësi sot është një ditë normale, ditë e zakonshme. Në këtë ditë, rekomandohet të hapësh zemrën për të komunikuar, sepse njerëzit rreth teje presin diçka prej teje. Një person në moshë, më i ditur, më i vjetër, mund të jap një këshill me shumë vlerë, ndoshta ndonjë mik, ndoshta prindi. Ndaj, dëgjoje pak me vëmendje. Përvojat e të tjerëve shpesh na ndihmon në jetë. Sidoqoftë, në anën e romanticitetit apo në marrëdhënie me fëmijët, nëse je i martuar, mund të kesh pak tension. Këtu duhet të tregohesh pak i ngrohtë, i durueshëm dhe i mirëkuptueshëm. Mos u ngut të nxjerrësh përfundime të menjëhershme. Në punë ke ide të shkëlqyera dhe financat kërkojnë pak më shumë kujdes tek shpenzimet e çastit të momentit. Shëndeti paraqitet i mirë, thjesht mundohu të ulësh nivelin e stresit emocional dhe për këtë mund të bësh një bisedë të ngrohtë me dikën. Ngjyrat me fat është jeshile dhe blu e çelët.
Këshilla e ditës: përdore durimin si armën tënde më të fortë sot, sidomos me njerëzit tu të dashur. Gaforja: sot keni një ditë normale. Bën mirë të dëgjosh këshillat e prindërve, të afërorëve apo të personave më lart se ju me autoritet. Ajo që do të dëgjosh mund të shërbejë shumë, jo vetëm për të ardhmen tënde, por edhe të ardhurat që mund të kesh në xhep. Është vërtet që sot mund të kesh një tension pak të vogël me dikë të familjes, por megjithatë mos lejo që të humbasësh fokusin nga qëllimet e tua. Në dashuri, lëri pak hapësirë njëri tjetrit, sepse kështu gjërat do të qetësohen në mënyrë të vetëdijshme. Financat kanë një përmirësim disi të lehtë nëse tregohesh i mençur. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje tek ushqimi, si dhe qetësia mendore brenda mureve të shtëpisë. Ngjyra me fat për gaforren është e bardha, koha me fat është në mbrëmje, këshilla e ditës për ty është prano këshillat e mira sepse mund të çojnë drejt një suksesi financiar. Luani, i dashur Luan, dita sot për ty konsiderohet shumë pozitive dhe është katëryje. Në këtë ditë, ti do të shijosh jetën. Daljet me shoqërinë, koha me fëmijët nëse je martuar apo një takim romantik për beqarët do të mbushin me energji pozitive dhe kjo do të bëjë të vlerësoni jetën. Mund të mësosh disa gjëra të cilat do të shërbejnë më tej. Ruaj qetësinë në një bisedë me një person pak të moshuar, sepse mund të bëhet e ftohtë dhe kritike, dhe mos lejo që kjo të luhas besimin tek vetja. Dita është e mirë sepse ti di vlerat e tua dhe e di se sa vlen. Dashuria presupozohet të jetë e ngrohtë dhe në punë do të marrësh vlerësimin e kolegëve. Shëndeti është shumë i mirë me kusht që të mos harxhosh energji në debate pa vlerë. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është mesditë. Këshilla e ditës: mbaje kokën lart dhe mos lejo asnjë kritik të zbej buzëqeshjen apo besimin tek vetja. Virgjëresha. Për ty virgjëresh, dita sot është normale, një ditë e zakonshme. Mund të ndjesh pak presion financiar. Mund të shqetësohesh pak për të ardhurat. Por në fakt kjo është një situatë kalimtare që do të prekë shumë njerëz dhe nuk mund t'i shmangesh. Por një lajm i mirë vjen në marrëdhëniet familjare, që janë të ngrohta dhe mbështetëse, madje mund të jenë dhe në financa. Mund të marrësh një ofertë të mirë të natyrës financiare që mund të çlirojë pak nga stresi i parave. Në dashuri, gjërat ecin normalisht dhe familja të jep atë ngrohtësi që ti ke nevojë. Kujdes, baj pak me llogarit tek puna, sepse mund të luhatet diçka në këtë ditë. Në shëndet, kujdesu pak për shpinën dhe mos mbaj një peshë emocionale, nga sa mund ta përballosh. Ngjyrat me fat është ngjyra e ullirit. Koha me fat është rreth orës 3 deri 5 pasdite. Këshilla e ditës: mbylli syt përballë shqetësimeve të vogla monetare dhe hap krahët për mbështetjen që të jep familja. Vazhdojmë tek shenja e peshores. Për ty peshore, dita sot është e mirë. Në këtë ditë do të ketë pak nga të gjitha për ty. Nga një anë, do të kënaqesh pafund duke biseduar me personat e familjes, vëllezër, motra, të afërm apo edhe fëmijët, dhe do të gjesh mbështetje kudo ku të jesh. Nga ana tjetër, një zhgënjim i vogël apo një mungesë ngrohtësie në marrëdhënien tënde romantike ose në martesë mund të
mund të jetë në këtë ditë, dhe kjo mund të jetë rrjedhoj e një procesi të gjatë që ka kohë që zhvillohet. Ndonjëherë gjërat nuk dalin krejt papritur, ato akumulohen derisa një moment shpërthejnë. Megjithatë, nuk është ndonjë gjë për tu mërzitur. Në punë, gjërat ecin shumë mirë për sa kohë ti komunikon hapur me kolegët dhe shokët. Shëndeti renditet i mirë, por stresi emocional që mund të kesh do të bëjë që në fund të ditës të ndjesh pak i lodhur. Ngjyrat me fat për ty është e kuqe dhe ngjyrë krem. Koha me fat është në mesditë, këshilla e ditës fokusohu tek bisedat pozitive me njerëzit që të duan dhe jepi pak kohë çështjeve të zemrës që të kthjellohen, le të kthjellohen pak yrat. Vazhdojmë me akrepin. Akrepi për sot ka një ditë të zakonshme si të tjerat, por në anën e financave ka shumë pikë të larta. Mund të marrë vendime të rëndësishme financiare, mund të bëj biseda me njerëzit me autoritet rreth së ardhmës së tij, madje edhe bisedat për shëndetin do të jenë të mira. Pra, çdo lloj bisede që do të bësh sot do të ketë pritshmëri të mirë. Këtë e presupozon kjo ditë. Mund të ketë dikë në prapaskenë i cili është kritik ndaj teje, por mos i jep shumë rëndësi. Ndoshta është mirë ndonjëherë të injorosh disa njerëz. Dihet sepse nuk mund t'i pëlqesh të gjithë dhe kjo është normale. Në dashuri gjërat janë stabil, në financa mund të bësh hapa të sigurt përpara. Në shëndet, qetësia mendore është shumë e rëndësishme. Ngjyrat me fat është e bardha dhe kafja. Koha me fat është paraditi, këshilla e ditës mos e shpenzo energjinë tënde duke dashur të mbushësh mendje njerëzve që nuk duan të kuptojnë. Vazhdoj me shenjën e shigjetarit. Shigjetari sot ka përsëri hënën në shenjën e tij. Dita për të është pozitive. Në këtë ditë, hëna është në vallëzim me Jupiterin që është udhëheqësi tënd dhe Saturnin. Kjo ndërthurje do të japë një dozë të madhe besimi tek vetja, por njëkohësisht të thotë bëhu i kujdesshëm dhe qëndro me këmbë në tokë. Pra, mund të kesh besim, por jo të bëhesh euforik. Një ekuilibër është më i mirë. Mos u mërzit nëse marrëdhënia me një mik apo dikënd mund të duket pak e tensionuar. Kjo do të kalojë shpejt. Në dashuri je i sigurt dhe në punë dhe financa merr vendime praktike dhe të sigurta. Shëndeti është në nivele të mira, energjia të shoqëron gjatë gjithë ditës. Ngjyrat me fat për ty është portokallia. Koha me fat është paradite afër drekës dhe këshilla e ditës shfrytëzoje këtë miksim besimi dhe maturie që të vendosësh synime të qarta për të ardhmen. Le të vazhdojmë me mbrytëzjapin. Mbrytëzjap, dita sot për ty konsiderohet një ditë normale. Gjërat që do të ndodhin mund të presësh ndonjë lloj tensioni të lehtë me dikë që mund të jetë mbi ty, qoftë prind, ndonjë autoritet në punë. Dhe instinkti i parë që të vjen është të tërhiqesh dhe të fshihesh diku brenda vetes tënde. E din se sa shumë të pëlqen të gjesh stre tek ndonjë ushqimi i preferuar që të kënaqë shpirtin. Dhe ke të drejtë, është ide e shkëlqyer. Mund ta shkarkosh pak stresin aty. Në dashuri ke nevojë për pak qetësi. Punët e mëdha lërin për një ditë tjetër për të diskutuar. Financat konsiderohen të qëndrueshme dhe nuk është dita për rreziqe. Për shëndetin, dëgjoje trupin dhe jepi atij atë çfarë kërkon. Ngjyra me fat për ty është bluja. Koha me fat është rreth orës 18 deri në 20.
Këshilla e ditës: ruaj qetësinë tënde mendore dhe mos u konflikto me të tjerët, pavarësisht se cilët janë ata. Kalojmë tek ujori. Ujor. Sot për ty konsiderohet në përgjithësi një ditë pozitive. Shoqëria do të jetë mbështetja jote më e madhe. Do të bësh diskutime me miq dhe do të jesh plot energji, optimizëm dhe shumë praktike. Këto biseda do të shërbejnë për të ardhmen. Ndoshta do të bëni një plan së bashku për të shkuar diku, apo të pirë një kafe apo një takim, nuk e di. Është një ditë e mirë gjithsesi që të bësh plane dhe të vendosësh disa synime që ke ndërmend. Sidoqoftë, nga ana e romantike, dikush ndoshta që është larg, apo ndoshta është pak ndryshe nga ty, të ndjek pak me një zhgënjim të vogël. Nuk e di, po ka një shqetësim. Megjithatë, kjo është një diçka kalimtare që ju asjellin yjet, ndaj nuk duhet të shqetësohesh. Në punë je i fokusuar tek puna jote dhe financat i ke të qëndrueshme. Shëndeti paraqitet shumë i mirë, sidomos nëse merresh me ndonjë aktivitet shoqëror. Ngjyrat me fat për ty është ngjyra jeshile dhe portokalli. Koha me fat është në mesditë dhe këshilla e ditës: mbështetu tek miqtë tu të vërtetë dhe mos lejo që ndonjë pengesë e vogël në dashuri të zbe këtë ditë. Shenja e peshqve. Për ju peshq dita është normale. Në punë ndjej një kënaqësi gjatë kësaj periudhe. Shumë prej jush mund të jenë në një punë të re, apo ndoshta ndjej një përmbushje të vërtetë nga puna apo biznesi me të cilën merret dhe kjo reflektohet dhe në qëndrimin e të tjerëve. Gjithashtu, mbështetja financiare nga një burim tjetër mund të zhgënjejë pak sot. Ashtu siç thotë edhe një shprehje, let it be, domethënë që lëri gjërat të ecin siç janë parashikuar, mos e vrit mendjen. Shëndeti kërkon pak kujdes tek hidratimi dhe pushimi i mjaftueshëm në mbrëmje. Ngjyrat me fat për ty janë e bardha dhe krem. Koha me fat është mbasditë e vonë. Këshilla e ditës: gëzoju çfarë ke arritur në punë dhe mos u shqetëso për gjërat që nuk janë në dorën tënde. Ne urojmë të gjithëve që të keni një ditë sa më të mbar.